Deri më 31 tetor të vitit 2025, Policia e Shtetit kreu 217.119 kontrolle të kryera gjithsej në 330.431 orë shërbimi. Objektet e kontrolluara përfshin sera, magazina, shtëpi të braktisura, tunele dhe ambientet hapura. Për vitin 2025, përdorimi dronëve u rrit në 76 pajisje, sistemi elektronik GIZ narkotik ofroi të dhëna më të plota dhe raporte analitike për ndekjen e situatës së kultivimit të kanabisit. Për gjatë 10 mujorit të këtij viti, u siguruan 6.917 informacione policore që bënin fjalë për kultivim të bimëve narkotike dhe filluan 104 procedime proaktive. Një punë e mirë parandaluese u bë dhe në drejtim të goditjes së farave të kanabis, ku në 16 raste u sekuestruan 10.798 fara. Lufta kundër këtij fenomeni u intensifikua dhe në drejtim të evidentimit dhe goditjes tentativave për kultivim të kanabisit me anë të llambave në ambiente të mbyllura, duke evidentuar dhe shkatruar për 10 muaj 10 ambientet përgatitura me llamba që shërbenin për kultivim të bimëve narkotike, si dhe 3 ambiente në tentativë për t'i përshtatur për këtë proces. Por për këto raste janë arrestuar dhe proceduar 31 persona, mes tyre punonjës të OSHE-s për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Gjatë 10 mujorit të parë të vitit 2025 janë evidentuar dhe asgjësuar gjithsej 203.960 bimë kanabis, nga të cilat 106.894 bimë të evidentuara nga monitorimi ajror dhe 97.066 bimë të evidentuara nga kontrollet e territorit nga strukturat e policisë së shtetit. Nga analiza e bërë si dhe këtë vit, qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të asgjësuara në territorin e këtij. Njëkohësisht nga strukturat e policisë së shtetit në fazën fillestare janë evidentuar dhe asgjësuar 17.447 fidan të dyshuar kanabis. Për gjatë 10 mujorit të vitit 2025 kanë evidentuar 580 raste kultivimi me 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar, 36 janë ndaluar, 17 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 32 në kërkim. Po t'i krahasojmë këto të dhëna me të njëjtën periudhë të vitit 2024, për gjatë 10 mujorit të vitit 2025, kemi ulje me 132 rasteve të kultivimit, kemi 58.317 bimë narkotike më pak të evidentuara dhe 71.873 fidan më pak. Kemi rritje në procedimet penale me 7 autor kultivimi më shumë dhe 60 punonjës të proceduar për veprën penale shpërdorim të tyre. Integriteti dhe vendosmëria e policisë kanë qenë themeli i suksesit tonë. Për gjatë këtij viti u proceduan penalisht 163 shtetas për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe moskallëzim krimi, kryesisht kryepleq, administrator fshatrash, punonjës të OSHE-s, punonjës të strukturave pyjore e të tjera. Padyshim për vitin që vjen, puna do të nisë menjëherë duke zhvilluar analizat të ujësishme të rasteve të evidentuara, zbardhjen e rasteve të pazbuluara për gjatë këtij viti, evidentimin dhe goditjen e autorëve, evidentimin dhe mbajtjen kontroll të personave me precedent kriminal me këtë tendencë, si dhe forcimin e bashkëpunimit me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, padyshim dhe me qytetarët.